Ministria e Transformimit Digital është e gatshme për të realizuar regjistrim digital në vitin 2026, kështu ka deklaruar mbrëm për televizionin Sitel, ministri Stefan Andonovski, i cili për më tepër ka thënë se regjistrimi digital është vendosur edhe në program të qeverisë. Kemi kapacitet për realizim të regjistrimit digital. Këtë e di shumë mirë kryeministri, prandaj edhe në programin e qeverisë ne kemi vendosur regjistrim digital popullsisë në vitin 2026, duke qenë vetëdijshëm për mangësitë e regjistrimit që është zbatuar tek ne, për cilin edhe kemi alarmuar. Ne thamë se i njëjti është patjetër të revidohet, sepse edhe atëherë kemi vlerësuar se metodologjia nuk ka qenë e mirë. Andonovski shkoi edhe një hap më tutje duke thënë se për të realizuar një proces të tillë, në qeveri janë formuar edhe grupet e punës, që përbëhen nga anëtarë të Ministrisë për Transformim Digital, anëtarë të Kuvendit, Entit Shtetëror të Statistikave dhe Ministrisë së Punëve të Brendshme. Ne si ministri jemi të detyruar me vendim të qeverisë të formojmë një grup pune të gjerë, në cilin do të bëjnë pjesë Kuvendi dhe Enti Shtetëror i Statistikave, Ministria e Punëve të Brendshme dhe institucione tjera, për diskutim se cilat janë kushtet që duhet përmbushen që të kemi regjistrim digital. Ne e thamë 2026, sepse vlerësojmë se atëherë do të jemi gati. A do të vendos politika që atë ta bëjmë në vitin 2026 apo ta bëjmë të rregullt në vitin 2031, ne patjetër të jemi gati si institucion. Për regjistrimin e popullsisë dhe shkeljet së fundi janë përplasur ashtë për partitë politike shqiptare. Vlen thot se Bashkimi Demokratik për Integrim ka shqitur regjistrimin, kurse BDI-a thot se akuzat e Vlenit janë vetëm një fushat për anulimin e regjistrimit të popullsisë të realizuar me sukses në vitin 2021. Sipas integristëve, regjistrimi ishte i suksesshëm dhe qëllimi i qeverisë aktuale është ulja e numrit të shqiptarëve.